Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjellë recetën e pitës së lehtë verore e përgatitur me domate dhe qep, cila ndahet flet, besoj se kam ju pëlqy kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen. Fillimisht e përgatisim brumin. Njën hedhim 500 gram me miell, shtojmë një lugë gjysmë të mesme me krep dhe ja shtojmë dikon rreth 2 lugëlla me vaj. Pojnë në mon në tërheqje e petave dhe për formimin e brumit në nevojitet ujë bakët, masat e ujit nuk dihen pise, nuk u dën ujë që tjetin nxehtë dhe direkt e punoj brumin. Duhet del një brum i butë. Shtojmë ujë gradualisht dhe e punoj. E punoj derisa brumit largohet plotësisht nga dora. Kam punu brumin, e vëreni dhe vetë se është një brum i butë, e kam punu derisa është largu nga dora, tash e mbuloj në enën dhe e lojna që brumi të pushoj për 30 minuta. Derisa brumi i pitës të pushoj, ne përgatisim mbushjen, do e përgatisim me domate dhe qep, një pite verore. Këtu kam 2 qep, cilat I kam të pru në copsat vogla, I shtoj në një tigan të lloji që nuk nxeh. Ju hedh e vaj, dikon rreth 70 ml dhe I fërgoj qepët duke I përzirë derisa të zbuten mirë. Qepët janë zbutur mjaftueshëm, tash e shtoj në 500 gram me domate, cilat I kam të pru në copsat vogla, përzij masën dhe masën e fërgojmë vetëm se pak, derisa pak të zbuten domatet, jo shumë. Bëjmë përzierje në vazhdimisht. Brumi ka pushu mjaftueshëm derisa kam përgatitur mbushjen, tash e kaloj në tavolinën e punës, hedhim në tavolinë pune dhe e kaloj brumin. Është bërë një brum elastik shumë I mirë, sepse ka pushu. Duhet ta kaloj gjithë masën në tavolinën e punës. Punojmë kështu. Tash brumin e ndoj në 15 pjesë, kështu të barabarta. U bëhen pjesë të mëdha, të vogla, më mirë është kur janë të vogla. Pasi gjithë brumin e kam ndarë në pjesë të vogla, në 15 pjesë të thënë, se cilës pjesë ja kam dhënë formën e një kulaçit, duke e rrokollisur në miell. Tash marrim kështu nga kulaçi I parë fillojmë dhe bëjmë hapjen e kulaçeve në shkumpit sa një pjatë të vogël. Kjo masi është mjaftueshme. I vendosim në njërin pjesë tavolinës së punës. Mënyrën e njëjtë veproj me gjithë kulaçet. Kam hapur gjithë kulaçet në masi të një pjate të vogël. Kështu. I kam vendosur në tavolinë pune. Marr tash kulaçin e parë. Filloj që të bëj hapjen e tërheqi me duar, hedhi pak vaj. Për hapi vajin, ja vendosi kulaçin e dytë sipër. Radhes kështu 8 kulaç njërin mbi tjetrën, duke I tërhequr me duar, I bashkuar qofshët dhe duke ju hedhur vaj në mes. Në këtë mënyrë e formoj pitën e parë. Pra shumë bëhet e mirë në këtë mënyrë, nëse përgatisim pitën, bëhet flet. Bashkojmë qofshët dhe brumin herë e kthejmë nga njëra anë, herë në anën tjetër, që të ngjiten petat paralel. Kështu në këtë mënyrë I radhisim 8
kuleç. Brumi ka shlu mjaftueshëm, shumë mirë është duke shkuar. Tash marrim tepsinë. Tepsia është me dimensione 42 cm, kam lidher me gjallë të ngrirë, asesi nuk guxojmë me vaj apo gjallë të shkrirë të bëjmë hyrje. E përhapim kështu në tepsi. E bëj në masi të tepsijës. Shtypi kështu qoshët me majë të gishtave. Kalojmë bushjen. Qofse përgatitni në një tepsi më të madhe, përgatitni më shumë mbushje. Përhapim kështu. Kam përhap mbushjen se përishtoj pak vaj. Në mënyrën e njëjtë formoj dhe petën e dytë. Mirë po tek peta e dytë radhës vetëm se 7 kulaç. Pak më e hollë duhet jetë peta e dytë. Ju hedhi kështu në mes vaj, tërheqi brumin, duke i bashkuar qoshët. Në mënyra e njëjtë vazhdon, brumin e kthejmë herë nga njëra anë, herë nga tjetra. Kam formuar dhe petën e dytë, kam radhit 7 kulaç. Tash e vendosim dy hapje në tepsi. Kështu. Bashkoj qoshët e petës së parë me qoshët e petës së dytë. Nga gjithë anët. Nduhen që mbushja të ngelen në brendësi. Tash përsëri me majë të gishtave, shtypi qoshët e të dy petave. Nuk ka nevojë t'i formojmë rreth. Hedhim vaj sipër. Kam nxjerr furrën në 220 gradë në atë temperaturë do i pjeki rreth 20 minuta. Pitën e kam larguar nga furra, ka dalë shumë e mirë. Se për tash bëjmë shpërndashjen, bëjmë një thike, e vërejni rreth si ndohet flet. Po një aromë jashtëzakonisht të mirë. E spërkasim me ujë që të zbutet, vetëm pak. E lojmë që të ftohet dhe është gati për konsumim. Pitja është ftohur pak, ka ndojmë një pjesë, t'ja shihni brendësinë, vërtet ka dalë shumë mirë. Një pite e thjeshtë, e lehtë, verore, shumë e shijshme.
Jalla si duket pitja, jam brendësia, vërtet ka dalë shumë e mirë. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer receta. Gjithë ju që përgatitni në këtë mënyrë ju bëft mirë. Mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.